Çfarë ndodh me trupin kur konsumoni banane të pjekura? Nëse jeni nga ata që pëlqeni të hani banane, atëherë duhet të dëgjoni këtë video deri në fund për të kuptuar edhe përfitimet e saj. Është një gjë që duhet i kushtoni vëmendje përpara se të vendosni të kënaqeni me këtë frut të shijshëm. Një banane plotësisht e pjekur prodhon TNF. Kjo substancë ka aftësinë për të luftuar qelizat jo normale. Sipas një studimi japonez, kjo substancë që gjendet te bananet ka veti të mira antiinflamatore, por ka një arsye më të mirë për të konsumuar banane. Sipas të njëjtit ullumtim, TNF rrit sukses kapacitetin e sistemit imunitar. Së përfundim, studimi sugjeron se konsumi i bananeve të pjekura mund të parandalojë krijimin e qelizave të dëmshme. Ekspertët në studim këshillojnë konsumin e 1 deri në 2 banane çdo ditë si një zgjedhje lehtësuese kundër një sër problemesh. Ndaj konsumi i tyre në menun tuaj ditore mund të jetë një element ushqyes shumë i rëndësishëm për të konsumuar në vazhdimsi.